Anja mën veç që kjo baba, veç që kjo që. Si kampion. Si kampion, po. Përshëndetje nga Xhilani, ku sonte gjithçka është gati për një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit në futbollin kosovar. Drita përballet me Ballkanin në një duel që mund ta vulos titullin kampion për skuadrën xhilanose. Atmosfera këtu është e jashtëzakonshme, tifozët kanë nisur festën shumë para fillimit të ndeshjes, ndërsa pritjet janë të mëdha që Drita sonte të shkruajë historinë. Në rast fitoreje ndaj Ballkanit, Drita shpallët kampione e Kosovës për herë të 5 në histori dhe për të dytin vit radhazi. Tribunat po mbushen vazhdimisht, ndërsa emocionet tek tifozët vrehen në çdo cep të stadiumit. Janë mbyllur 45 minutat e para këtu në Xhilan dhe Drita aktualisht është shumë pranë titullit kampion. Atmosfera në stadium vazhdon të jetë fantastike, tifozët nuk janë dalur asnjë moment duke mbështetur skuadrën e tyre, ndërsa emocioni po rritet nga minuta në minutë. Nëse ky rezultat ruhet edhe në pjesën e dytë, atëherë Drita do të festojë titullin e 5 kampion në histori. Festë dhe madhe sonte në Xhilan, Drita është kampione e Kosovës. Skuadra xhilanose arrin titullin e 5 në histori dhe të dyti radhazi pas një sezoni të jashtëzakonshëm. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, shpërthyen festimet në stadium, ku mijëra tifoz po festojnë suksesin e skuadrës së tyre. Atmosfera është e jashtëzakonshme, këngë, flamoj, emocione dhe lot gëzimi nga tifozët që kanë pritur gjatë për këtë moment. Xhilani sonte nuk flet, Drita rikthehet sërish në fronin e futbollit kosovar. Me thonë drejtën, u konë ndeshje shumë e rëndë sepse kemi pas borën edhe për me u bo kampion, po dhe të paktën me mbosh Ballkanin në lojën e 4 sepse 3 lojët e kalume i kemi humbë. Kështu që ja dolëm, kemi punu ekstremisht shumë sidomos këtë javë, edhe ja dolëm edhe me gëzu familjarë tonë, me gëzu vetën, me gëzu presidenta që na kanë mbështetur non-stop, si dhe gjithë intelektuale që gjithmonë janë pranë mesh. Mos harrojmë ka qenë shumë i vështirë, duke marrë parasysh kemi pas shumë ndeshje në Evropë. Ka qenë një seri shumë e vështirë, por në fund ja dolëm, besuam dhe ja dolëm. Jam shumë i lumtur që ja dolëm të mbrojmë titullin e dytë. Është hera ime, theme 5 apo e 6, nuk e bëjmë men mirë që shpollëm kampion dhe jam shumë i lumtur që i kam 2 titull me Dritën, sepse kemi kaluar vite të shkëlqyeshme dhe jam mjaft i lumtur. Është shumë e vështirë për shkak që këtë edicion kishim rësi si për mua, si për ekipin, si për stafin drejtues. Ishim Conference League, kemi zhvilluar deri në fund të kampionatit 52 ndeshje bën. Shumë e vështirë, shumë presion. Shumë udhëtime, shumë ngarkesa, mirë po kur vjen ky moment me të vërtetë e harron gjithatë. Si për Anja mën veç që kjo baba, veç që kjo që. Si kampion. Si kampion, po. Sigurisht një emocion i veçantë, kjo fitore është e ka një peshë pak më të madhe sepse fiton direkt kundër rivalit me cilën ke luftuar gjatë gjithë vitit. Pas ka dhe uroj ti përgëzoj edhe ekipën kundërshtare për një kampionat fair dhe korrekt. Por sigurisht kjo është ndoshta një e veçantë e kësaj ndeshje. Pas një diskutim, një moment i veçantë edhe për intelektualët, sepse është hera e parë në histori të klubit që ata e festojnë për dytin vit radhazi titullin kampion, diçka që ne gjatë gjithë vitit. Edhe titullin e 5. Edhe titullin e 5, edhe ka pas shumë thyrje të rekordeve, andaj ne gjatë gjithë vitit kemi punu që ata sot t'jenë festë dhe ne du të festojmë gjithashtu bashkë me ta. Po normalisht që ndihem mjaft i lumtur, me thonë drejtën ka qenë shumë më e vështirë se titulli i parë, duke pasur parasysh se kemi luajtur në grupet e Conference League-s, edhe këtë vitin e dytë kemi pasur shumë mungesa. Ka pasur rast në ndeshje kemi pasur deri në 9 mungesa, ka qenë mjaft e vështirë, por që në fund arritëm të kurrëzojmë titullin kampion. Drita për qytetin e Xhilanit do të thotë gjithçka. Spari, jam i shumë kënaqur me titullin e 5 si Dritë që jena kampion, edhe jam shumë krenar që edhe si vjet e mbrojtëm titullin e kampionit për herën e dytë.